Nga mosbesimi, thot fjala e Perëndis, vetë Jezusi nuk mund të bënte dot asnjë gjë, asnjë vepër. Jo sepse ai nuk kishte mundësi, jo sepse ai s'kishte fuqi, por i gjeti zemra të mbyllura. Nuk gjeti besim. Zoti është frym, edhe ai vepron në qoftë se ti beson. Sepse besimi është frym, është drita e Perëndis. Kur ajo hyn në jetën tonë, në zemrën tonë, atëherë çdo errësirë duhet largohet. Dhe errësira çfarë mund të jetë? Mund të jetë sëmundja, mund të jetë mallkimi, mund të jetë gjithçka në jetën tonë. Në rast se ti beson, ai do të shpëtoj, ai do të çliroj. Kështu që lejoje besimin të bëhet pjesë e jetës tënde. Lejoje besimin të bëhet pjesë e zemrës tënde. Edhe mbas kësaj ti duhet të lavdërosh Perëndin dhe duhet të dëshmosh për atë për të cilën Zoti të dha. Sepse fjala e Perëndis thotë kështu: ata që kanë turp të më dëshmojnë mua përpara njerëzve, edhe unë thot nuk do të dëshmoj përpara Atit tim që është në qej. Kurse ata që do më dëshmojnë mua përpara njerëzve, edhe unë do të dëshmoj përpara Atit që është në qej. Zgjidh çfarë do bësh sot.